edhe kur filloj munde zjarri fort, edhe po del tymi fort, shikon e ta shka boni. Nuk tha o Zot, unë jam pejgamber, unë jam njëri i dashur i ytit, ti më ke quajtur mu Khalilullah, i dashuri i Allahut është. Po çka tha? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton neve Allahu, e ajo është mbështetësi më i mirë. Ajo është mbrojtësi më i mirë. Do të thonë, ç'a ty po mbështet, na s'kam ku mbështetjen të tërkon. Çaj ka më mbrojt, s'ka kush mbron si ai. Kur e tha kët fjalë, edhe e manifestoi, e tregoi bindjen, Allahu ja çoi Xhibrilin alayhis salam. Edhe shkoi Xhibril alayhis salam, edhe e thirr, ja Ibrahim, o Ibrahim, hal laka ilayya haja? A ki tha diçka nevojë për mua? Qërta është i bindja e dytë. Ibrahim e këshyri Xhibril alayhis salam, edhe i tha Xhibrilit, për ty tha? A i tha po, tha për ty s'kam nevojë, tha kur gjëj, subhanallah. Ti me konë zem ki nevojë edhe për një zëg, me i thonë, o zëg, o plom, hajde vërë një më ma pak qëto, që të pakuj me atë sqepin tënë që të nashta ma shkym që të zjarën që po më djek. E i tha Xhibrilit alayhis salam, tha për ty tha s'kam nevojë kur gjë, a për Allahun tha bela, gjithsesi tha për Allahun kam nevojë. Subhanallah, kur e tregoj këtë bindje, çka bani Allahu me ta? Allahu e urnoi zjarrin edhe i tha, ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O zjarr, tha, baho i ftoht, edhe shpëtimtar për Ibrahimin. Edhe zjarri u ftof, edhe u shkëm, edhe u ndal, edhe Ibrahim e vazhdoi jetën. Mos më zgjat këtë historinë e tij.